Tashi ju drejtojmë të gjithë politikanëve në këtë datë 28 nëntor. Turpi u mbuloftë dhe të ulni kokën para flamurit shqiptar dhe kësaj dite dhe para rilinsave që kanë qenë në 1112. Të ulni kokën se vetëm e keni vidhur këtë kombin që quhet kombi shqiptar. Vetëm e keni vidhur dhe ulni kokën se i keni vidhur të gjithë keni qenë hajduta, keni qenë njerëz që nuk e keni respektuar në Shqipëri. Tani gjoja vin këto data dhe bëni si të prekshmi, bëni gjoja edhe na nxini për Facebook flamurin dhe këto boll na hapët barku. Boll na hapët barku. Thojni më fal shqiptarve, morë vesh se ka që jemi një grusht. Një grusht jemi. Ju politikanët keni 35 vjet flinin mbi luks dhe njerëzit e shkret kanë 35 vjet me si sigurojnë bukën e gojës. Turp të kini, edhe falni gjunaeta, nuk e di si të them, dhe t'u vi turp që të përmendni ne në Shqipëri në gojë. Edhe këtë fest, para sa feste, i kyni në për xhamira dhe kisha dhe thoni zotit, na falni që kemi vidhur shqiptarët. Morë vesh, thoni na falni për këtë mëndzuri që keni bërë shqiptarëve, kudo ku janë. I keni zbuar 35 vjet. Kanë ullur kokën e kanë ikur nga ky vend. Vetëm për të siguruar bukën e tyre. Dhe kur si keni kërkuar fali shqiptarëve, po vjen kjo ditë dhe bëni visni kostumin dhe tani do vini sot në për këto, vini nesër në për Varreza, ju keni shkelur të termo, me dëshmore, me të gjithë njerëzit që kanë dhënë jetën për të Shqipëri. Ju 35 vjet keni qenë hajdutët më të ndyrë të kombit shqiptar dhe duhet të kërkoni falje këtij vendi. Morë vesh, Zoti ju falt se unë s'kam shlem, edhe shqiptarët bashkë.